14 të vdekur dhe 10 të plagosur është bilanci tragjik i aksidentit të ndodhur pas ditën e kësaj të shtune në fshatin Dom Gjegjan të Pukës. Autobusi i linjës Durrës Fusharës, i nisur nga qyteti Bregdetar në orën 13 të mesditës, ka dal nga rruga dhe është rrokullisur 60 metra në luginën e lumit Fani i Madh, rreth orës 17 të pasdites. Si pasojë, 10 persona kanë gjetur vdekjen e menjëhershme, mes të cilëve edhe shoferi i autobusit, ndërsa 4 të tjerë kanë dëruar jetë gjatë transportimit për në spital. Viktimat janë Arsen Marku, Paulin Gjoni, Mimoza Hasani, Adem Mustafa, Martin Leshi, Alma Marku, Albiona Marku, Fran Paloka, Gjovalin Pera, Zef Mark Gjergji, ndërsa 4 të tjerë janë ende të pa identifikuar. 6 helikopter, 3 të policisë së shtetit, 2 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 1 i Ministrisë së Mbrojtjes ndihmuan në transportimin e të plagosurve për në spitalin e Pukës, spitalin e Shkodrës dhe spitalin ushtarak të kryeqytetit. Dëshmitë të mbijetuarve të këtij aksidenti tragjik bëjnë fjalë për një dalje të papritur të autobusit nga rruga. Kur kam marrë kam pa kredit. Në më hanë njerëzit dek, kajtë. Kemi dzerri fmi, si kishte qanë për në autobus, mani. Kanë ardhë mani mileti, kajtë. Kemi qetë njerëz shumë të vdekur, të plagosur, fmi, gra, dhe jemi mundu me ato mundësi tona me shpëtu njerëzit që ishin të plagosur, që ishin të gjallë, dhe jemi mundu të transportojmë në për spitale, si që ishin mundësit tona. Të gjithë kanë pas dalë të gjithë nga autobusi. Vetëm një kalama kemi gjetë, një gocë piku aty 5-6 vjeç, e kemi gjetë në autobus, edhe kemi nxjerrë. Dita e diel është shpallur nga qeveria ditë zie kombëtare. Lajmi është bërë i ditur nga zyra e shtypit të kryeministrisë.